Ylber Ramadani ka mbyllur këtë sezon në Serie A si një protagonist i vërtet, lider i skuadrës së Lecces, e cila për herë të parë në histori do të jetë për të 500 edicion radhazi në elit, pasi siguroi një herë tjetër mbijetesën. Në përfundim të ndeshjes së fituar ndaj Genoas, ishte pikërisht Ramadani ai i cili foli para mediave, duke shprehur besimin që kishte pasur se me këtë grup ekipi do të kishte arritur këto rezultate. Ky sezon ka qenë një përvojë e veçantë. Edhe djemtë që nuk luajtën ishin aty. E merituam të ishim këtu. Nuk dëgjuam asgjë për ndeshjen tjetër. E thash që nuk ishte një shëtitje. Luajtëm ndeshje të shkëlqyera. Pas golit, e dija, kam përvojë nga viti i kaluar dhe vitet e tjera. Ne donim të mbanim ekipin të qetë. Çdo gjë mund të ndodhte në ndeshje. Nuk na interesonte rezultati i Como Cremonese. Në fund, isha zëvendës trajner në fushë. Nuk dua të jem trajner. E falenderoj trajnerin. Ai më ka përmirësuar në shumë aspekte të ndryshme. Jam shumë i lidhur me këtë tokë. Më kujton Shqipërinë time. Çdo ditë që e kam të lirë, shkoj në shtëpi dhe kthehem menjëherë. Këtë javë pata disa probleme me gjurin. Shtrëngova dhëmbët për të luajtur sot. Doja të isha në fushë. Vitin e kaluar nuk u zhduka. Kishte zgjedhje nga trajneri që donte të luante në mënyrë të ndryshme. Unë gjithmonë kam qenë profesionist. Goli kundër Torinos shleu gjithë sezonin. Këtë vit ndihem më shumë në qendër të gjërave. Isha zëvendës kapiten. Ne dinim çfarë të bënim dhe bëm gjithçka me shokët. Ishin vërtet grupi më i mirë që kam pasur që kur kam qenë këtu. I falenderoj ata, tifozët dhe qytetin. Kur humbnim, i thosha unë drejtorit që të flisja para mediave. E dinim se do të ringërgjeshim. Kur humbasim, unë jam gjithmonë i pari. Unë ki braktisi lojtarët e rinj. Në këtë qytet vuhet shumë presioni. Isha i pari që flisja kur humbnim ose barazonim. I thosha drejtorit, nuk ka problem. Kur luajtëm 4 ndeshje të forta, Napoli, Roma, Bologna dhe Inter, atje mendonim për keq, dhe pas gabimit tim, në fund thash se duhet të bënim pak më shumë për të qëndruar lart. Të gjithë na kritikuan, por në fund mbijetuam edhe fal pikës që morëm në Verona. Kjo bëri diferencën ndaj Cremoneses. Verona na krijoi vështirësi. Kjo bëri diferencën. Dedikimi është për Gracianon. E pash gruan e tij me fëmijët dhe i thash: po e bëjmë këto për Gracianon, për njerëzit tanë. Ai është një nga ne. Ishin fjalët e Ramadanit pas ndeshjes historike.